Policia ka vënë në pranga një 34 vjeçar i identifikuar si Everest Aliu, alias Everest Veseli, i cili ishte në kërkim nga autoritetet italiane, pasi rezultoni dënuar me mbi 6 vite burgim, si pjesëtar një grupi kriminal që kryente vjedhje me thyrje në banesa. Shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale, në bashkëpunim të ngushtë me Interpol Tirana dhe homologët e tyre në Interpol Roma, kanë finalizuar operacionin policor të koduar Operacionalja 43, duke arrestuar në Laç shtetasin Everest Aliu. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pasi gjykata e apelit e Firences e kishte dënuar me 6 vjet e 5 muaj e 22 ditë burgim për veprën penale të pjesëmarrjes në një grup kriminal që kryente vjedhje me thyrje në banesa. Hetimet e autoriteteve italiane kanë zbuluar se në muajin shtator të vitit 2014, grupi kriminal ku bënte pjesë Aliu kishte realizuar plot 12 vjedhje të tilla në zona të ndryshme të provincës së Firences, duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm material dhe shqetësim tek komuniteti lokal. Kapja e tij u bë e mundur fal një pune të mirë organizuar të policisë shqiptare dhe bashkëpunimit intensiv me partnerët ndërkombëtar, duke treguar edhe një herë angazhimin e palëkundur të autoriteteve shqiptare për të luftuar krimin e organizuar dhe për të zbatuar angazhimet e marra në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar. Në vijim, Interpol Tirana po punon me homologët italian për të përfunduar procedurat e ekstradimit të Aliut drejt Italisë, ku ai do të përballet me drejtësinë për veprat penale të kryera.